Në vendin tonë në disa zona është hapur edhe sezoni turistik për vitin 2025. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha bëri të ditur se nga data 5 maj deri në 31 tetor 2025, të gjitha muzeumet, parqet arkeologjike, kalat dhe sitet e tjera të trashëgimisë kulturore në të gjithë vendin do të jenë të hapura për vizitorë çdo ditë të javës nga ora 9 deri në orën 19:00. Ajo shpreh se si synim është që të ofrohet një përvojë sa më të pasur kulturore për vizitorët vendas dhe të huaj, duke i bërë sitet tona kulturore më të aksesueshme gjatë sezonit turistik. Për disa site më specifike të veçanta, janë përcaktuar orare të diferencuara. Në Durrës, skulla veneciane, amfiteatri dhe hamami mesjetar do të qëndrojnë hapur nga ora 9 deri në orën 14:00 dhe nga ora 17 deri në orën 21:00. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë Vlorë do të qëndrojë i hapur nga data 5 maj deri në 30 qershor dhe 11 shtator deri në 31 tetor, nga ora 9 deri në 17:00. Për periudhën Nikorik, 10 shtator do të qëndrojë i hapur nga ora 9 deri në orën 12:00 dhe në orën 17 deri në orën 22:00. Parku Kombëtar i Butrinit do të qëndrojë i hapur nga ora 8:30 deri në orën 20:00. Ky sezon pritet të sjellë më shumë vizitorë, duke nxitur zhvillimin e turizmit kulturor dhe promovimin e trashëgimisë kombëtare. E janë të përjetoni nga afër kulturën dhe historinë e vendit tonë në një sezon plot gjallëri dhe emocione, theksoi ministri Gonxha.